Çfarë është Big Brother? Imagjinoni dot një botë kur çdo lëvizje, çdo fjalë, madje edhe çdo mendim juaj është i monitoruar, ku nuk keni privatësi dhe frika ju ndjek në çdo hap. Në vitin 1948, George Orwell e parashikoi këtë realitet në romanin e tij distopik 1984. Winston Smith ul në qoshën e apartamentit të tij të vogël, duke u përpjekur të shmangte vështrimin e pandërprerë të ekranit. Ai e dinte se ishte vëzhguar gjithmonë. Çdo fjalë, çdo shprehje fytyre, çdo mendim mund interpretohej si tradhti ndaj partisë. E megjithatë, atë moment qetësie, ai mori guximin të hapte një blok të vogël shënimesh, një akt i ndaluar. Me dorën që i dridhej, shkroi: "Poshtë Big Brother." Në oqeanin e Orwellit nuk ishte vend për liri. Partia kontrollonte gjithçka, jo vetëm veprimet e qytetarëve, por edhe mendimet e tyre. Historia rishkruhej vazhdimisht për të përkuthur versionin e së vërtetës që partia dëshironte. Krija e mendimit ishte krimi më i rëndë dhe policia e mendimit ishte kudo. Ata që akuzonin të mendonin ndryshe zhdukeshin, bëheshin të padukshëm, si të mos kishin ekzistuar kurrë. Winston nuk mund të duronte më. Ai kërkonte të vërtetën, donte të besonte se kishte ekzistuar një kohë kur njerëzit ishin të lirë, por dashuria dhe miqësia nuk ishin ndaluara. U lidh me Julian, një grua pa aq e lodhur nga shtypja e partisë, dhe së bashku guxuan të sfidonin sistemin. Por revelimi i tyre ishte i kotë, partia ishte kudo, dhe ashtu siç e dinte gjithmonë në thellësi të vetes, ata u kapën. Torturat në Ministrinë e Dashurisë nuk kishin të bënin vetëm me dhimbjen fizike, ishin më shumë se kaq, ishin një shpëlarje mendore. Në dhomën 101, Winston u përball me frikën e tij më të madhe dhe më në fund u thye. Jo vetëm që tradhtoi Julian, por me rëndësishmja tradhtoi veten. Kur doli nga torturat, ai nuk ishte më Winston, ai e donte Big Brother. Orwell na paralajmëroi për një të ardhme ku liria dhe e vërteta do të ishin kontrolluara. Por çfarë ndodhi me këtë paralajmërim? A e dëgjuam? Apo pa e kuptuar u bë realitet? Sot, survejimi është pjesë e përditshmërisë sonë. Kamera ndodhen kudo, rrjetet sociale mbledhin të dhëna për çdo veprim tonin. Algoritmet përcaktojnë se çfarë lexojmë, çfarë shohim dhe madje edhe çfarë mendojmë. Ironia është se ndërsa Orwell paralajmëroi për rrezikun e survejimit, ne kemi pranuar atë jo vetëm si të zakonshëm, por edhe si formë argëtimi. Reality show si Big Brother, i cili mori emrin nga libri i Orwellit, e ktheu idenë e vëzhgimit të vazhdueshëm në një spektakël që argëton miliona njerëz.